Parjete, S'ka shans! Ne jemi një grup nxënësish nga klasa e 9 e shkollës Stavri Themeli dhe po bëjmë një podcast për diçka shumë aktuale për ditët tona, rrjetet sociale. Okej, e nisim diskutimin me një pyetje. Sa të pranishme janë rrjetet sociale në jetën tuaj të përditshme? Po i përgjigjem unë kësaj pyetje. Atëherë sigurisht rrjetet sociale zgjidhin një pjesë shumë të madhe në jetën tonë. Personalisht unë pothuajse çerek ose ndoshta edhe më shumë të ditës time e kaloj në rrjetet sociale. Kryesisht rrjetet që përdor janë TikToku apo Snapchati, rrjetet më të njohura si ta quajmë. Nuk e di për ju të tjerët si funksionon. Ndërsa unë nuk është se i përdor shumë rrjetet sociale, mbas Instagramin për shumë rrallë, nuk është se postoj. Po ti Klea? Rrjetet sociale i përdor një pjesë të konsiderueshme të kohës, sidomos TikTokun, Snapchatin, Instagramin, për thjesht për të parë, jo për të postuar. A mund ta imagjinoni veten pa rrjete sociale? Pse po, pse jo? Po, sepse rrjetet sociale për mua personalisht nuk janë një gjë që më duhet patjetër. Unë mund ta kaloj ditën edhe pa i hapur fare ato, ose edhe pa i përdorur fare celularin. Janë më shumë diçka për të kaluar kohën, nuk është se kanë ndonjë ndikim të madh në jetën tonë të përditshme, edhe pse na kanë tërhequr pak si tepër, doja të thoja unë, po Ose janë edhe një mjet për të përveç se kaluar kohën për të marrë informacion për diçka një ngjarje. Edhe për të Rrjedotës. komunikuar. Po dhe për Për të komunikim njohur shumë e nevojën, rëndësishme, ndoshta. po. Po zakonisht gjatë ditës sa minuta, orë qëndroni online? Në rrjetet sociale, unë rreth 1 orë ose 1 orë e gjysmë të ditës, por pastaj në aplikacione të tjera ose edhe në lojra mund të shpenzoj më shumë kohë. Ju tjerët? Unë 2 orë, 3 orë. Gjatë ditëve të shkollës, duke qenë se kemi dhe detyrat, nuk është se i qëndroj gjatë. mua më varion nga 4 deri në 6 orë. Mua 3 deri në 4 orë maksimumi. Po, edhe mua 3 deri 4 orë. Cili rrjet është më i rëndësishmi për ju ose që e përdorni më shumë? Dhe për çfarë arsye? Po, si që tha Dea, këto të zakonshmet, për shembull Snapchati, TikToku, Instagrami, më shumë për të çatuar me miqtë. Ju? Për mua personalisht më i rëndësishëm mund të jetë ose WhatsAppi ose Instagrami, sepse Instagrami përmban të gjitha funksionet e rrjeteve të tjera. Atje edhe mund të shkruash dhe mund të dërgosh foto dhe mesazhe zanore, mund edhe të flasësh me zë, edhe me video call. Gjithashtu është edhe opsioni që mund t'i dërgosh shokut ose shoqes video ose postime të ndryshme dhe mund të diskutoni për to. Pra janë diçka që e thash dhe më lart që na njohin me botën. Po me thënë të drejtën nuk kam rrit diçka kohëve të fundit që rrjetet sociale sikur janë bërë shumë të lodhshme dhe të përditshme, janë bërë një monotoni në jetën tonë, sa mua personalisht më duket sikur duhet t'i largoj, nuk më tërheqin më aq shumë sa dikur, nuk e di për ju. Keni varësi të madhe ndaj tyre? Unë mendoj se janë bërë pjesë e rutinës tashmë. Nuk është se është një gjë që ose që i dua ta bëj, por është një pjesë që rutinë. Hap, zgjohesh në mëngjes, gjëja e parë që bën Po, kontrollon telefonin telefonin. të shikosh mesazhet e reja. Po, tashmë është bërë si instinkti njeriu që duhet ta ketë telefonin pranë në çdo moment. Nga kuptuar që ka disa kohë për shembull sa zgjoj, nuk kap direkt telefonin, por bëj një aktivitet tjetër dhe sikur më qetëson trurin më shumë. Po, sepse kur je mësuar që për ditë sa po zgjohesh të shkosh direkt në rrjetet sociale, kur bën diçka tjetër, truri e shikon si një eksperiencë të re dhe është, domethënë, ka më shumë kënaqësi. Kur bën diçka jashtë rutinës. Po. Po, pra ju mendoni se jeta do ishte më e thjeshtë pa rrjetet sociale? Unë mendoj se nuk do ishte më e thjeshtë, por të bëj një pushim prej tyre rreth 3 javë ose 1 muaj është një gjë shumë e mirë. Kur e kuptua se rrjetet sociale ishin bërë të domosdoshme për ju? Po, unë e kam marrë për shembull telefonin kur kam qenë në klasë të 5-të dhe niste më shumë si nevojë për të komunikuar me të tjerë, duke që se kishim projekte, kishim grupe dhe mendoj që kur mora telefonin për herë të parë, e mora për këtë arsye.
Po dhe ndaj të njëjtin mendim me Ilaria, edhe është ka nisur si nevojë për ne për të kryer një punë apo diçka që na është nevojitur qoftë me shkollën apo qoftë një takim i thjeshtë që ti mund të bësh me miqt. Dhe ditët e sotme nuk është se ka ngelur njeri pa patur një telefon në dorë gjatë gjithë kohës. Ose edhe mjetet të tjera si që janë kompjuterat, tabletat. Është bërë diçka e pandashme, nuk e imagjin. Sa mund të themi që shiko se nuk duhet apo është mirë një ndalesë, prap dhe jeta pa to është e vështirë. Po mirë, përveç anës negative të rrjeteve sociale, ato kanë edhe disa anë pozitive. Çfarë mendoni se janë ato? Ato na ndihmojnë më shumë për komunikim, për gjëra të tilla. Ndjeni më të lidhur me botën? Po. Për shembull, Po, sepse rrjetet sociale na kanë ndihmuar që të njihemi me kultura të tjera, të flasim me njerëzit që kemi larg. Ose këto trendet cilat është në modë, këto. ajo që thamë në fillim, që Je- na njohin me botën. Domethënë, rrjetet sociale kanë për të gjithë botën të jenë në të njëjtin hap. Sepse diçka që përhapet në një vend, përmes rrjeteve sociale përhapet në një vend tjetër, edhe thuaj se gjithë bota në të njëjtin hap dhe duke lëvizur një herësh. Në një ritëm. Diçka tjetër për të shtuar, po në anët negative ku ndjeni më shumë frikë në rrjetet sociale. Po nga varësia që krijon më së shumti, ose nga rreziqet që gjenden në këto, për shembull, njerëzit që shfaqen ndryshe, po janë ndryshe. Frika, do të Po. thonë se mund të mashtrohesh apo A mashtrohesh shumë lehtë. Është vërtet shumë e lehtë për të mashtruar, ose edhe për ta vendosur informacionin ose vetën tënde në rrezik. Është diçka që duhet ta kemi më shumë me frikë dhe me merak, po është normalizuar dhe tani është bërë si gjë normale që të flasësh me një njeri që s'e njeh kush është, asgjë, edhe mund të mashtrojnë. po të dikur ishte një problem i madh, po ndoshta unë mendoj këtë nga përvoja e njerëzve dhe janë Nga që- informuar më shumë mbi rreziqet, prandaj Nga që është bërë aq shpesh sa tani njerëzit kanë mësuar si të shmangin ose si ta kuptojnë kur tjetri po i mashtron, edhe është një dukuri që po vjen në ulje. Ose fake news, ose Clickbait. viruset që mund të marrësh për po shembull. ajo është Ose informacione të papërshtatshme. me promotion. Po. Po, kohët e fundit është zgjidhur kjo me informacione se tani mund ta vendosësh moshën ose edhe kontrolle prindërore në shumicën e rrjeteve sociale, edhe ata që postojnë ose autorët mund ta vendosin që ky postim është për një moshë të caktuar, nuk duam që këto mosha ta shikojnë edhe nuk del në faqet e personave më të vegjël ose që kanë kontrolle prindërore. Por ka dhe persona për shembull që vendosin moshën Moshë jo të tjetër. vërtetë. Ose edhe gënjejnë. Po, ndodh. Dhe ndonjëherë prindit nuk janë në dieni për këtë gjë. Po, është shumë e shpeshtë. Diçka tjetër për të shtuar. Tani, ky është episodi jonë e parë, kështu që ju kërkojmë shumë ndjesë për shkëputjet e vogla, po sa të mësohemi. Është dera e parë dhe kemi emocione, natyrisht fjalët nuk vinë aq lehtë sa që vinë kur flasim me njëri tjetrin, por po mundohemi, po ja dalim. Po, neve sot na mungon edhe një antar. Që e përshëndesim, Jo, dhe jo. ju urojmë shërim të shpejt. E mbyllim këtu? Tu do ta mbyllim sot si herë e parë, ne donim të njihnim rininë e sotme dhe të jepnim mesazhe ndërgjegjësuese mbi rrjetet sociale. Ty do ta vazhdojmë në ditët e tjera. Na ndiqni, na bëni follow edhe Subscribe, shihni. like.